sot të gjithë janë të lirë në çmendurinë e vet të publikojnë çfarë duan. Dhe ajo që ka rënë edhe që më bën mua të lëngoj për mediat e sotme, portalet kryesisht, është që në Boston Globe, ku kam punuar, kishte një shprehje që thuaj muri i madh kinez, që ndante departamentin e marketingut, ku isha dhe unë, nga departamenti i gazetarisë. Dhe këta nuk ishin punë me njëri tjetrin, prandaj ishte muri i madh kinez. Që do të thoshte që nëse sponsori X i gazetës kishte shitur pul me salmonel, ai lajm do dilte dhe do dilte në faqet parë. Sepse muri i madh kinez nuk e pengonte atë redaktorin e gazetës që thoshte ky është lajm. Ky ka rëndësi për popullatën, për publikun, për lexuesin ton. Ne kemi nevojë të shërbejmë atyre duke i thënë që ajo pul është e elmuar. Ky muri i madh kinez sot për portalet, qoftë edhe media më të mëdha në Shqipëri nuk ekziston. Nëse marketingu që ka hyrë në atë kompani paguan dhe pula e tij elmon njerëz, ky lajm nuk del. Sepse prishet sponsorizimi. Kam përshtypjen që është globale apo është edhe globale, patjetër ndodh në ashtu, po nuk ndodh për deri tek pula. Po. Më kupton, po mund të ndodhi për Boeingun. Për shembull, nëse avionet e Boeing siç doli janë të pasigurt. Atëherë do shkruhet për Boeingun pavarësisht të gjithave. Sot lajmi është bërë produkt. Dhe nëse ti tregon lajmin ashtu siç është dhe nuk është seksi, e vërteta shpeshherë nuk është e thjeshtë, ose e komplikuar, por është ajo që është, atëherë nuk klikohet. Atëherë si ta bëjmë që të klikohet? Po i vëmë një bisht, ja luajmë buzët me të kuq, i shtojmë diçka tjetër këtu. Domethënë ti fillon nga një lajm, krijon një trillim, sensacion. Një sensacion që të marrë klikime, edhe punë e madhe se pas atij linkut që ju ndoqët edhe ai titullit nuk doli, ju ka ndodhur gjithve, jam i sigurt, që të gënjeheni nga një gjë edhe futet atje clickbait siç quhet. Çfarë bën ajo ama është që gryen reputacionin e këtyre portaleve. Në shumë pak kohë, dhe ka ndodhur tani më, janë ngritur edhe janë fikur sepse njerëzit mërziten sepse nuk ofron asgjë përveç budallalliqeve, gënjeshtrave, sensacioneve etj.